Nga akuadukti i mbytur me mbeturina në Shkup, nis fushata e pastrimit. LSDM akuzon Maksim Dimitrievskin se po hesht pasi është kapur në një skandal keqpërdorimi. VMRO DPMN pretendon se LSDM është burimi i dikqijave për qytetarët, e përmend tragjedin autobusëve në Sofje dhe Las Cards. Një dekadë nga përplasja me armë në lagjin e trimave, enigma për porositësit dhe motivin e vërtet vazhdon. Të ndruar shikues, përshëndetje. Momenti historik akuadukt në Shkup është një prej pasurive më të vlefshme të kryeqytetit, por kjo nuk mjafton që të mos shndrohet në një deponi të egërt mbeturinave. Nga këtu sot filloi aksioni më masiv vullnetar në vend, i quajtur fundjava e pastrimit gjeneral. Aksioni zgjat 3 ditë dhe do të shtrihet në gjithë vendin, ndërsa dërgon porosisë se ndotja është armiku i përbashkët, ndërsa vetdia dhe angazhimi i qytetarëve janë kyç për ndryshimin. Ndërkaq, çdo vit pas përfundimit të ekoaksionit në nëntor, zhvillohet pjesa e dytë e aksionit, e cila përfshin pyllëzimin e tokës shtetërore. Mbi 20.000 vullnetarë janë bashkangjitur aksionit ekologjik fundjava e pastrimit gjeneral në kuadër të së cilit gjatë 3 ditëve në vijim do të bëhet mbledhja e mbeturinave në më shumë se 500 lokacione në të gjithë komunat në vend. Aksioni filloi sot nga akuadukti në Shkup, një nga monumentet më të rëndësishme historike në vend, i cili edhe pse në vitin 2021 u shpall monument me rëndësi të veçantë dhe mori nivelin më të lartë të mbrojtjes, është i mbushur me mbeturina dhe nuk mirëmbahet. Atë e pastruan sot mbi 250 vullnetar, të cilët porositën se ruajtja e ambientit dhe natyrës është përgjegjësi kolektive dhe tani është koha që të mobilizohen të gjithë qytetarët për përmirësimin e cilësisë së ambientit jetësor. Unë jam nga Polonia, tashmë 6 vite jetoj në Maqedoni. Që 2 vite jam e kyçur në aksionin pastrim gjeneral për fundjavë. Dua t'i mobilizoj të gjithë në Maqedoni, që t'i bashkangjiten aksionit sepse tani është momenti. Priroda je mnogo važna in Natyra është shumë e rëndësishme dhe ruajtja e saj është detyrë dhe obligimi i ynë dhe mendoj se çdo hap i vogël, çdo aksion i vogël nga ana jonë çon drejt diçkaje të madhe dhe ndryshimi fillon nga ne. Ministri i Ekologjisë Izet Megjiti tha se ministria po punon aktivisht në krijimin e një sistemi të menaxhimit të integruar dhe të qëndrueshëm të mbeturinave. Mjedisi dhe veçanërisht monumente të këtilla kulturore si akuadukti meritojnë respekt dhe kujdes. Veprime të tilla në të cilët të gjithë së bashku tregojmë iniciativë, vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunim, duhet të jenë pjesë e jetës sonë së përditshme. Me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe UNICEF-it, këtë vit për herë të parë ky aksion ekologjik u përfshi edhe në projektin edukativ Ora ekologjike. Të rinjtë janë e ardhmja e vendit dhe ne duhet t'i inkurajojmë ata që në moshë të re të jenë të përgjegjshëm ndaj mjedisit, në mënyrë që të zvogëlojmë sfidat dhe rreziqet e mundshme me të cilat do të përballeshin në të ardhmen, ndërsa të cilat janë ajri i ndotur, toka e ndotur, uji e tjerë, të cilët ndikojnë në shëndetin e njeriut. Në hapjen e këtij aksioni morën pjesë edhe presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, kryetari i BNVL-s dhe kryetari i komunës së Kiselavodës Orce Gjorgjevski, ambasadori austriak Martin Pamer, kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu, përfaqësues nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe përfaqësues të ambasadave në Maqedoni. Në 4 vitet e fundit, gjatë aksionit ekologjik fundjava e pastrimit gjeneral, janë mbledhur 1 milion kilogram mbeturina, deri më tani kanë marrë pjesë mbi 44.000 vullnetar, janë pastruar më shumë se 1.000 vende dhe janë mbjellë 125.000 pemë. LSDM-ja ka vazhduar akuzat ndaj kreut komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski. Opozitarët theksojnë se kreu i Znamit së fundmi u përfshi në afera keqpërdorimit pushtetit, ndërsa sipas tyre gjithnjë më shumë po deshifrohet për mos realizimin e premtimeve për të luftuar BDI-n.
Maksim Dimitrievski është kapur gjallë në një skandal të hapur korrupsioni. Kështu akuzon partia opozitare LSDM, nga ku ata vlerësojnë se asnjë akuzë kundër LSDM-s nuk mund të hedhë poshtë faktin se me këtë skandal ajo ka shkatëruar premtimet e saj kryesore zgjedhore ndaj qytetarëve, se do të qëndrojë për drejtësi dhe do të luftojë kundër BDI-s. Tutje ata u shprehën duke thënë se nuk është për t'u habitur që njerëzit, veçanërisht banorët e Kumanovës, janë të shokuar nga krimi i Dimitrievskit. 3 dena po objavува një skandal. 3 ditë pasi u shpall skandali, Dimitrievski ende nuk është përgjigjur në asnjë pyetje dhe institucionet ende heqsin dhe nuk po ndërmarrin veprime. Sot do të pyesim publikisht se cili është sfondi dhe marrëveshja pas mbështetjes që erdhi papritur nga grupi këshillimor i BDI-s. Çfarë premtoi Maksimi për këtë mbështetje? Ndërkaq, sot sekretari organizativ i LSDM-s, Martin Kostovski, deklaroi që anëtarët e zhgënjur nga lëvizja Znam, por i kthehen në rrafës e LSDM-s, pasi që sipas tij, reformat në LSDM janë në një nivel të lakmueshëm. Ai shtoi se aktualisht bëhet fjalë për 3 familje nga Kumanova, nga ku thekson se ky është një trend dhe beson që do të vazhdojë në të gjithë Maqedoninë e Veriut. Partia në pushtet akuzon LSDM-n se është shkaktare për shumë tragjedi që kam prekur qytetarët. Vëmërodo Pëmëneja ka përmendur tragjedin autobusit në Bullgari, tragjedin tjetër në Laskarc, djegën e spitalit modular në Tetov dhe disa tragjedi tjera. Vëmërodo Pëmëneja ka drejtuar një ser kritikash dhe akuza nga më të ndryshmet për oponentin e tyre LSDM. Valentin Manasievski, duke përmendur disa tragjedi të cilat kanë ndodhur në kohën kur shteti udhëhiqeshte nga LSDM, tha se Filipçe dhe partia e tij janë pikërisht problemi dhe asnjëherë nuk janë zgjidhja. Kjo është e njëjta parti që ndryshoi emrin. Ishte shkaku i Besatransit, Laskarcit, Modularit, Onkologjisë dhe 10 tragjedive tjera, dhe ata nuk ndjenin asnjë përgjegjësi për ta. Manasievski tha se LSDM dhe Filipçe kanë qenë në pushtet për 7 vjet dhe sipas tij 7 vjet e kanë shkatruar vendin nga moskujdesi, duke shtuar se pikërisht ata janë arsyeja e sistemit të rënuar. Paraqitja një projekt ligji për viktimat e Koçanit, Manasievski tha se është talli me njerëzit para syve. Ai pyet publikisht se, siç tha, a është e mundur që Filipçe të shqyrton mundësinë e dorëzimit të një ligji mbi origjinën e pronës së Zoran Zaevit, apo një ligj për të shfuqizuar ndryshimet ligjore në kodin penal, të cilat Manasievski tha se i shpëtuan ata. Autoritetet kanë dhënë detaje për përplasjen e mbrëmshme me armë në Shtyp, ku u vra një shtetas turk 25 vjeçar. Ministria e Brendshme ka arrestuar 21 vjeçarin nga Republika e Turqisë i dyshuar si autori i vrasjes së mbrëmshme, si dhe 4 persona tjerë si të dyshuar për ndihmë në vrasje. Një shtetas turk 25 vjeçar ka humbur jetën mbrëm pas plagëve të marra nga gjuajtja me armë zjarri nga personi me inicialet KPK në një kafene në sheshin e qytetit në Shtyp. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se policia pran pikës së pagesës në Miladinovsi ka arrestuar 21 vjeçarin nga Republika e Turqisë, i dyshuar si autori vrasjes së mbrëmshme në Shtyp, si dhe A.H. 22 vjeç, T.M. 22 vjeç, O.M. 29 dhe A.O. 28 vjeç, të gjithë nga Republika e Turqisë, me dyshimin se kanë ndihmuar të dyshuarin të largohej nga vendi i ngjarjes. Në orën 22:15 në pikën pagesore Miladinovsi, në një aksion të përbashkët të sektorit të punëve të brendshme në Shtyp, sektorit të punëve të brendshme në Shkup dhe policisë së komunikacionit, u ndalua një automjet pasagjerësh BMW me targa të Shtypit, në të cilin udhtonin AH, TM, OM dhe AO, me anë të së cilës AH u arratis, ndërkaq të dyshuarit e tjerë u privuan nga liria. Menjëherë pas marrjes së masave, ai dhe autori i veprës penale KK u gjetën dhe u privuan nga liria. Mbrëm në orën 21:25 në sektorin e punëve të brendshme në Shtyp, u raportua se është qelluar me armë zjarri drejt Epik O nga Republika e Turqisë në një kafene në sheshin e qytetit në Shtyp, pas së cilës autori i krimit iku me një automjet. I plagosuri u transportua në spitalin klinik të Shtypit, ku ndëroi jetë në orën 22:10. Nga prokuroria themelore publike ka njoftuar se në vendngjarje janë gjetur gëzhoja dhe gjurmë të tjera, të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimit mjekoligjor, ndërsa trupi të ndjerit është dorëzuar për autopsi.
Ata thonë se pamjet e kamerave të sigurisë janë siguruar dhe se procedura e mëtejme është duke u zhvilluar. 10 vite pas luftimeve mes grupit armatosur dhe policisë së shtetit, paqartësitë dhe mjegullat e rastit vazhdojnë të jenë po njësoj, si ditët e 9 dhe 10 majt, kur qytetarët u zgjuan nga zhurmat shtënave të armëve në zonën e banuar nga banorët e lagjes së Trimave në Kumanov. U shqiptuan 746 vite burg, por porositësit nuk u zbuluan kurrë, njëjtë sikur premtimi për hetim ndërkombëtar që nuk nisi asnjëherë. Është mbushur një dekadë nga ngjarjet e hidhura në qytetin e Kumanovës të konfliktit armatosur mes një grupi të armatosur dhe forsave të sigurisë së shtetit. Edhe pse ka vendim gjyqësor dhe janë shqiptuar gjithsej 746 vjet burg për 33 pjesëtarët e grupit të Kumanovës, 7 prej të cilëve me burg të përjetshëm, porositësit dhe motivi i vërtet nuk u kuptua asnjëherë. Të gjithë pushtetet dhe partitë politike që atëherë janë zotuar se do ta zbardhin të vërtetën e këtij rasti. Megjithatë, enigma vazhdon sot e kësaj dite. Madje gjithçka kanë bërë, sidomos partitë shqiptare, është një kërkesë për hetim ndërkombëtar e cila nuk u nis kurrë. Qytetarët kanë protestuar disa herë për këtë rast, e veçanërisht pas shpalljes së verdiktit, për dënimet e larta që u shqiptuan për të akuzuarit. Të dënuarit ankimuan vendimin e shkallës së parë. Gjykata e apelit nuk e ndryshoi. Më pas edhe Supremja i hodhi poshtë ankesat e të dënuarve si të pa baza dhe e konfirmoi gjykimin. Fillimi i majit nuk është një kujtim që duan të mbetet në kujtesën e tyre, sidomos të banorëve të lagjes së Trimave, të cilët mes habise dhe frikës vetëm dëgjonin të shtënat e armëve dhe shihnin plumbat që fluturonin nëpër zonat e banuara. Në ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015, në lagjen e Trimave në Kumanov, mbetën të vrarë 10 pjesëtar të grupit armatosur dhe 8 pjesëtar të policisë. 13 të burgosur në institucionin korrektues të Strugës kanë hyrë në grevurie në shenjë proteste ndaj ndërprerjes së vikendeve që u takojnë sipas drejtave të garantuara nga rregulloret e brendshme dhe ligjet në fuqi. Këto masa do zgjasin 6 muaj dhe janë ndërmarrë për pasqarime në fakt të mjaftueshme dhe pa ndonjë vendim të qartë ligjor, gjë që ka nxitur pakënaqësi të madhe mes dënuarve. Ata kërkojnë rikthimin e menjëhershëm të vikendeve që për ta përfaqësojnë një nga vetmet mënyra për të ruajtur lidhjen me familjet dhe për të mbajtur një nivel minimal të dinjitetit njerëzor gjatë kohës së vuajtjes së dënimit. Propozim ndryshimet e ligjit për vetëqeverisje lokale me të cilat mes tjerash parashohin shkarkimin e kryetarit të komunës përmes referendumit dhe vendosjen e tash të quajturës polici komunale në nivel komunës, sot kaluan në Komisionin Am për vetëqeverisje lokale. Ministri i vetëqeverisjes lokale Zlatko Perinski theksoi se ndryshimet u bën përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe se në përgatitjen e tij ishin të përfshirë ekspert vendas dhe ndërkombëtar. Ndryshimet kyçe kanë të bëjnë me transparencën dhe llogaritdhënien e kryetarëve të bashkive, këshillave dhe shërbimeve bashkiake dhe synojnë gjithashtu parandalimin e korrupsionit dhe digitalizimin e shërbimeve komunale. Rreth 150 punonjës të EVN-s zëvendësuan aktivitetet e tyre të punës me aksion për mbledhjen e mbeturinave në qytete të ndryshme si në Shkup, Gjevgjeli, Manastir, Gostivar, Prilep, Koçan, Kavadar dhe Kërshov, njoftojnë nga EVN-ja. Gati thonë se qëllimi është që punonjësit të kontribojnë drejt për një mjedis më të pastërt dhe më të shëndetshëm, ndërsa për çdo 10 kg mbeturina do të mbillet një pemë. Një nga qëllimet tona kryesore është që EVN si një kompani e përgjithshme të kontriboj vazhdimisht për një të nesërme më të pastër për brezat e ardhshëm. Jemi të përkushtuar për të bërë ndryshime pozitive në fushën tonë të veprimit, prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë, thuhet në komunikatën e EVN-s.
Vazhdojmë më tej me lajmet. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka kritikuar të premten planet për marrjen në kontroll të shpërndarjes së ndihmave humanitare në Gaza, të cilat u propozuan të njëjtën nga Izraeli dhe nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se këto plane do të shtojnë vuajtje të fëmijëve dhe familjeve palestineze. Departamenti Amerikan i Shtetit më herët propozoi një zgjidhje që do të lejonte dërgimin e ndihmave ushqimore në Gaza, një propozim po qarkullon në mesin organizatave humanitare për krijimin e një fondacioni humanitar për Gaza, i cili do shpërndante ushqime nga 4 pikat të sigurta të shpërndarjes. Ky u ngjan planeve të shpallura nga Izraeli më herët gjatë javës, për cilat u tha se do ta përkeqësonin zhvendosjen e popullsisë në Gaza. Ushtarët e Indisë dhe ata të Pakistanit kanë shkëmbyer sulme të mëdha artillerie përgjatë kufirit në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit gjatë natës mes të enjtes dhe të premtes, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 5 civilëve. Përshkallëzimi mes dy vendeve fqinje vjen pas një sulmi ndaj turistëve në pjesën e kontrolluar nga India në Kashmir. Mërkurën India kreu sulm ajror ndaj disa objekteve në territorin pakistanez, që i cilësoj si streh të militantëve. Zyrtar pakistanez thanë se nga sulmet mbetën vrarë 31 civil, ndërsa gjithashtu raportuan rrëzimin e 5 avionëve luftarak të Indisë. Gjashtëdhjetë e një vjeçari nga Chicago, Robert Prevost, është Amerikani i parë që ngjitet ndonjëherë në karrikën e kreut të Vatikanit. Papa i sapo zgjedhur u shfaq në balkonin qendror të Bazilikës së Shëmpjetrit për të mbajtur fjalimin e tij të parë si pap, duke i drejtuar turmës në italisht. Papa Leo i 14 tha: "Paqja qoftë me të gjithë ju, vëllezër dhe motra." Robert Prevost, kardinal 69 vjeçar nga Chicago, është zgjedhur si papa i ri, Amerikani i parë që ngjitet ndonjëherë në papat. Ai do të marrë emrin Papa Leo i 14, duke shënuar herën e parë që emri Leo përdoret që nga shekulli 19. Papa i sapo zgjedhur u shfaq në balkonin qendror të Bazilikës së Shëmpjetrit për të mbajtur fjalimin e tij të parë si pap, duke ju drejtuar turmës në italisht. Papa Leo i 14 tha: "Paqja qoftë me të gjithë ju, vëllezër dhe motra të dashur, kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ringjallur. Do të doja të ofroja një përshëndetje paqeje deri te familjet tuaja, të gjithë ju kudo që t'jeni. Paqja qoftë me ju." Pas zgjedhjes së tij, ai ka pranuar telegrame urime nga liderët botror. Në emër të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, papën e ri e ka uruar edhe kryeparlamentari Afrim Gashi. Në frymën e fjalimit të parë të Papa Leonit 14, drejtuar besimtarëve katolik, shprehi dëshirën që Papa i ri të sjellë më shumë përshpirtshmëri e më shumë etik, ndërsa puna e tij të jetë shtek në rrugën e paqes, të tolerancës fetare dhe të mirëkuptimit ndërmjet popujve, si e vetmja rrugë e drejtë për shpëtimin dhe përparimin e botës, e cila sot po përballë gjithnjë më shumë me sfidat e konflikteve dhe përplasjeve. Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski ka shkruar se zgjedhja e papës së parë me origjinë amerikane është një ngjarje historike për Kishën Katolike Romake dhe për të gjithë besimtarët në mbar botën. Kjo zgjedhje është simbol i një kohe të re të transparencës, guximi shpirtëror dhe përkatësisë universale, por edhe një vazhdim i traditës së paqes, solidaritetit dhe kujdesit për çdo person. Kardinali Amerikan Prevost i sapo zgjedhur si pap në konklavën e Vatikanit lindi më 14 shtator 1955 në Chicago të Illinoisit. Prevost, i cili shërbeu në Peru për shumë vite dhe gjithashtu mban shtetësi peruane, u shugurua prif në vitin 1982. Prevost u bë papa i dytë nga Amerika dhe i pari nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa thuhet se ka pikpamje të ngjashme me Papa Francesku në qëndrimet ndaj të varfërve dhe politikat e imigracionit. Më shumë se në fakt në shënimin e 80 vjetorit të humbjes së Gjermanisë naziste, trupat ruse dhe kineze kanë marshuar bashkë në sheshin e kuq të Moskës pas disa festimeve më të reduktuara dhe më pak mysafir gjatë viteve të kaluara. Këtë të premte Vladimir Putin foli para një parade të madhe ushtarake. Raportohet se parada e këtij viti ka mirëpritur numrin më të lartë të krerëve të huaj që nga viti 2015 të paktën 27 përfshirë udhëhecit e Brazilis, Slovakisë dhe Serbisë
me Moskën që paraqiti pjesëmarrjen si provë se nuk është e izoluar, madje edhe 4 vjet pas fillimit të luftës së saj në Ukrainë. Përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.